Shikues të nderuar, Dalpo Televizioni u përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Një ngjarje e rëndë është raportuar ditën e djeshme në Memaliej, ku 67 vjeçarit Butian Kapa në fshatin Toç i kanë hedhur në oborin e banesës lëndë plasëse, e cila ka shpërthyer duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Ky fundi shpreh për kamerat se nuk ka konflikte me asnjë. Një ngjarje e rëndë u raportua të hënën në Memaliej, ku 67 vjeçarit Butian Kapa në fshatin Toç i kanë hedhur në oborin e banesës lëndë plasëse, e cila ka shpërthyer duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Kapa është gjithashtu kryetari i njësisë administrative e Qeserat në bashkinë Memaliej, ndërsa gjatë largimit autori apo autorët e dyshuar në aksin rrugor krahas Memaliej kanë ndjekur automjetin tip Range Rover me të cilin lëviznin në afërsi të fshatit Qeserat dhe më pas janë larguar në këmbë. Shërbimet e policisë së Memaliejit, por edhe të Gjirokastrës vjojnë kontrollet në zonë për lokalizimin dhe kapjen e autorëve. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon gjithashtu intensivisht veprimet deri për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë. Nga ana tjetër, pas shpërthimit me tritol që ndodhi në oborin e shtëpisë së tij, mëngjesin e së hënës, ka folur për kamerat edhe Butian Kapa, administratori i njësisë administrative Qeserat, bashkia Memaliej, i cili ka pohuar se nuk ka konflikte me asnjë dhe për sa i përket rastit mbetet i çuditur. Ai gjithashtu shpreh se ngjarja ndodhi rreth orës 12, ku përpara shtëpisë së tij kaloi një makinë, e cila më pas kishte hedhur lëndën plasëse. Sipas tij, kjo ka shkaktuar vetëm dëme materiale. Megjithatë, sipas Kapaj, kjo është një situatë të cilën as ai vet nuk arrin dot ta shpjegojë, pasi, siç e thekson, nuk ka asnjë konflikt me njeri. Të situatën nuk se shpjegoj dot se nuk di tema si kontradit as me asnjërin. Po në ora 12:30 kaloi një makinë e skapu nga kamerat, odhi lëndë plase, që shumë e fukishme, për dollë, duke bëri dema rreth shtëpisë. S'ka asnjë kontradikt me asnjërin. Shqipëria prodhoi 7.5 milion megawatt energji elektrike përgjatë vitit 2025, nga të cilat 1.3 milion megawatt u humbën në rrjetin e shpërndarjes. Kjo përbën një nivel humbjesh rreth 17% me tendencë të rënies krahasuar me vitet e mëparshme. Humbjet e energjisë elektrike të shkaktuara nga vjedhjet ose amortizimi i rrjetit janë reduktuar ndjeshëm vitin e kaluar. Të dhënat e entit rregullator tregojnë se niveli humbjeve ka qenë 17% krahasuar me 17.9% në vitin e mëparshëm. Rënja me afro 1% përkthehet në të ardhurat më të larta për sistemin energjetik si rezultat e investimeve në rrjetin e transmetimit. Një sasi absolute 1.3 milion megawatt nga 7.5 milion megawatt prodhuara nuk arritën te konsumatori. Nëse këto humbje do të ishin konsumuar me çmimin mesatar të energjisë elektrike të vitit të kaluar, dëmi ekonomik do të arrinte rreth 65 milionë euro. Sipas programit qeverisës 2025-2029, synimi është që brenda 4 viteve humbjet e energjisë në shpërndarje të ulen në më pak se 12%. Ky rezultat pritet të arrihet përmes përdorimit të teknologjive të reja të matjes. Humbjet e larta në rrjetin elektrik ndikojnë direkt në faturat e kompanive publike të energjisë. Reduktimi i tyre do të përmirësonte bilancet financiare, si dhe do të rriste investimet dhe do të mbështeste politikat për uljen e çmimit të energjisë për konsumatorët shqiptar. Ndryshojmë natyrën e informacionit, karburantet vijojnë të mbeten të larta, çmimi i tyre në Shqipëri vijon të jetë absurd, kurse në Kosovë nafta blihet vetëm 40 lek më lirë se në Shqipëri, ku benzina është 32 lek më pak se sa në vendin tonë, ndërsa prej datës 3 prill në Shqipëri, kur u mblodh për herë të fundit bordi i transparencës, nafta shitet me 224 lek për litër, e ndërsa nuk ka në plan të ulet. Ndërsa prej 3 prillit në Shqipëri nafta shitet me 224 lek për litër dhe 181 lek litri, përkatësisht në Kosovë çmimi është 1.86 euro për litër nafta, kurse benzina 1.49 euro
për litër. Pra në Kosovë, nafta është 38 lek më lirë dhe 32 lek benzina më lirë se sa në Shqipëri. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit në Kosovë ka njoftuar se çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës mbesin të njëjta sikurse në ditën paraprake. Pra, për sot, 7 prill, çmimet maksimale të lejuara janë nafta dizel deri në 1.86 euro për litër, kurse benzina 1.49 euro për litër. Ndërkohë, çmimi i ri në Shqipëri hyri në 3 prill kur dhe u mblodh bordi për herë të fundit. Me vendimin e fundit, bordi rriti tregtimin e naftës në tregun e pakicës në 224 lek, nga 218 lek që ishte më parë, me një rritje prej 6 lekësh. Ndërkaq, çmimet e naftës janë rritur gjatë natës pas kërcënimeve të Donald Trump se Irani do të rrezikonte të jetonte në fer në të gjithë botën. Nëse Teherani nuk i përmbajte fatit të tij prej orës 1 të mëngjesit sipas kohës së Mbretërisë së Bashkuar, të mërkurën për të rihapur ngushticën e Hormuzit. Nafta e papërpunuar Brent, çmimi global i naftës u rrit me 0.5% dhe më shumë se $110 për fuqi. Çmimi i naftës është rritur ndjeshëm në javët e fundit, pasi Irani mbylli në mënyrë efektive ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe për transportin e naftës nga gjiri në përgjigje të sulmeve amerikane izraelite. Teherani thuhet se ka pohuar se ngushtica nuk do të kthehet kurrë në gjendjen e saj të mëparshme, veçanërisht për Amerikën dhe Izraelin, duke sjellë këtë problematik shqetësuese në të gjithë botën për sa i përket çmimit të karburanteve. Prodhimi i vendas bujqësor po kalon një situatë të vështirë këtë vit, që është reflektuar në rënje të fortë të eksportave dhe rritje domethënëse të importave në 2 muajt e parë janë shkurt. Sipas të dhënave zyrtare të Instal, prodhimi i rezervateve ka pësuar goditje të fortë, teksa importet në sasi janë rritur me rreth 23%, duke arritur në 16.157 tonë. Nga ana tjetër, eksportet në sasi kanë rënë në mënyrë drastike me afro 34%. E njëjta tendencë negative vëret edhe në tregtinë e frutave, ku bilanci mbetet thellësisht deficitar. Gjatë kësaj periudhe, importet e frutave u rritën me mbi 21%, duke ka përsyer shifrën e 18.400 tonëve. Në krahun tjetër, aftësia eksportuese e vendit për këtë kategori ul me rreth 27%, duke zbritur në vetëm 3.039 tonë. Ky është viti i parë ku eksportet bujqësore në sasi vijnë në rënje, duke shënuar një rekord të paprecedent, teksa në anën tjetër importet janë zgjeruar me ritme shumë të larta. Arsyeja kryesore e rënjes së eksporteve lidhet me përmbytjet e mëdha të janarit që dëmtuan qindra sektor, sera dhe mbjellje në fushë, duke dëmtuar prodhimet e sezonit të dytë në prag vjeleje dhe fidanishtet e sezonit të parë 2026. Nga ana tjetër, sektori bujqësor po vuan gjithnjë më shumë nga bregtisja e tokës dhe mungesa e krahut të punës për shkak të emigrimit të rinjve nga zonat rurale. Kjo po sjell një tkurje të sipërfaqeve të mbjella dhe ulje të prodhimit total, duke bërë që vendi të mos të ketë teprica për eksport dhe të varet vetëm nga importet. Të rinjt shkaktojnë më shumë aksidente rrugore në vend. Sipas të dhënave të Instatit për muajin shkurt, grup mosha 25 deri në 34 vjeç paraqet numrin më të lartë të përfshirjes në to, duke marrë në total të 3 muajt janar, shkurt dhe mars. Të rinjt shkaktojnë më shumë aksidente rrugore në vend, kjo sipas dhënave të Instatit për muajin shkurt, grup mosha 25 deri në 34 vjeç ka paraqitur numrin më të lartë të përfshirjes në to, duke zënë plot 27.8% të totalit të rasteve të regjistruara përgjatë kësaj periudhe. Por cilat janë disa nga faktorët që ndikojnë në këtë fenomen, që sjell pasoja të mëdha në rrugët e vendit deri në fatalitete? Sipas ekspertëve, shkaqet kryesore janë të edukimi i tyre i dobët, te mungesa e informacionit, përdorimi i lëndëve narkotike që është përhapur shumë, alkooli apo drograt, si edhe tendenca për të ngajtur automjetin me shpejtësi të tepruar. Dy janë shkeljet që bëjnë më së shumti të rinj që drejtojnë automjete, ecin me shpejtësi përtej normave të lejuara dhe bëjnë parakalime të gabuara, duke sjellë shpeshherë jo vetëm aksidente me pasojë dëme materialesh, por edhe ato të jetës. Ekspertët e sigurisë rrugore theksojnë nevojën për masa më të forta ndëshkuese. Gjobat duhen rritur, veçanërisht kur janë raste të përsëritura. Nëse një person ka 10 gjoba për shpejtësi, ky duhet ndëshkuar më rënd, sepse është edukuar keq, thonë ata, dhe do të sjellë më shumë pasoja në vijim. Sipas ekspertëve, të rinjve u mungon edukimi i duhur dhe duhet të ketë më shumë ndërgjegjësim për të respektuar rregullat bazë të qarkullimit. Për gjatë muajit shkurt ka patur 97 aksidente, 125 persona të vrarë dhe të plagosur, ku grup mosha 25 deri në 34 vjeç përfshin 27.8% të rasteve të aksidenteve rrugore. Ky është muaj me numrin më të lartë të aksidenteve për gjatë periudhës janar-mars.
Sistemi i drejtësisë në Maqedoninë e Veriut përballet me akuza për diskriminim gjuhësor. Dhjetra studentë shqiptar kanë marshuar në qendër të Shkupit duke kërkuar të drejtën legjitime për zhvillimin e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Megjithëse statusi i gjuhës shqipe është i rregulluar me ligj në praktik, kandidatët për avokatë e gjyqtar po ndeshën me barierën e gjuhës maqedonase. Me pankarta në duar dhe thirrje për barazi, studentët juris shqiptar kanë mbushur sheshin e kryeqytetit. Mesazhi i tyre ishte i qartë: ligji në letër, diskriminim në praktik. Problemi qëndron te provimi jurisprudencës. Hapi final dhe i domosdoshëm për çdo që synon të ushtrojë profesionin e avokatit, gjyqtarit apo prokurorit. Sipas protestuesve, ky provim po vazhdon të zhvillohet kryesisht në gjuhën maqedonase, duke u bërë një pengesë drejt për drejt për karrierën e tyre dhe duke krijuar pabarazi në përfaqësimin e shqiptarëve në sistemin gjyqësor. Studentët kërkojnë zbatimin menjëhershëm të ligjit për përdorimin e gjuhëve në çdo fazë të provimit, procedura të barabarta dhe materiale testimi plotësisht në gjuhën shqipe, fundin e barierave administrative që lën juristët shqiptar jashtë sistemit. Situata ka nxitur dhe reagimin e diplomacisë shqiptare. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha, përmes një reagimi zyrtar, e quajti kërkesën e studentëve si një të drejtë themelore dhe legjitime. Hoxha theksoi se përdorimi i gjuhës samtare është i garantuar nga Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut dhe nuk duhet të ngushtohet nga asnjë procedurë burokratike. Mbështetje ka ardhur dhe nga Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane, i cili insiston se respektimi i marrëveshjes së Ohrit është kyç për stabilitetin dhe demokracinë në vend, ndërsa studentët paralajmërojnë se nuk do të ndalen deri në jetësimin e të drejtave të tyre. Topi mbetet në fushën e institucioneve të drejtësisë së Shkupit për të ofruar një zgjidhje përmes dialogut dhe respektimit të ligjit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.